Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë për modifikimin e formave në Adobe Illustrator. E kam kriju një projekt 800 me 800 piksela. Po klikoj këtu, po e marr katrorin edhe me shift, po e krijoj këtë formë parafërsisht kështu. Kjo është ngjyra e fushës, domethënë, ndërsa këtu është kufizimi, border apo në Illustrator një si stroke. Nëse klikoj këtu e kam mundësi me zgjedh ngjyrën. Këtu i ka disa opcione që i ka Illustratori, por nëse klikoj këtu dy herë, hapa dritarja edhe kena mundësinë me zgjedh çfarë ngjyre po dëshirojmë me përdor. Okej. Ndërsa këtu është ngjyra për kufizimin apo stroken. Se klikoj këtu, edhe këtu i kam disa opcione ngjyra me përdor. Ndërsa nëse klikoj te kjo, këtu me këtë vjen e kuqe në mënyrë diagonale, shikoni hekët. Kjo tregon për një hek stroken. Në këtë rast unë e përvendosi me post stroke. Nësa këtu e kena gjërsinë e strokit, sa me post, më thonë stroki gjërsi, shikone. Nërsa nëse klikomi këtu stroke, na shfaqet opcione, apo do me më konë stroki për shembull, se deri këtu është kjo fusha e kaltërt. Tash ky stroki është gjys brenda, gjys jashtë. Na mund me zgjedh me dal keq, domethënë brenda formës edhe keq jashtë formës. Që deri këtu është e kaltëra, ndërsa tash stroki del këtu brenda, këtu në centër, domethënë gjysa jashtë, gjysa brenda, ndërsa këtu është gjithë jashtë. Kjo varet varësisht prej projekteve. Kena me pas rastin me pa ushtrime të tjera më shumë për këtë. Okej, po e lë kështu një herë. Ndërsa edhe këtu mund me kliku dy herë, edhe më ndrru ngjyrën, edhe këtu mund me ndrru ngjyrën e strokit sipas dëshirës. Po këtu e kemi këtë farë që na mundson, më thonë me ndrru ngjyrat, bëhet anasjeltas. Kjo e zezë, kjo e kaltërt, do të thonë nëse bëj këtë, bëhet stroki i kaltërt, kjo e zezë. Apo e kena Shift X, do të thonë. Shikoni edhe këtu ku shkoni mouse over, na shfaqet këtë dritarja vogël që thot me Shift X, do të thonë me ndrru ngjyrën. Kjo është e dobishme, shpesh na nevojit në projekte, do të thonë me bëu këtë farë ndrrimin Shift X, do të thonë e bëjmë ndrrimin e ngjyrave. Okej. Veçoria tjetër është, nëse klikomi këtë, shikoni na shfaqet këtu pikat. Këtu tash mumi me shku me zvoglu apo me rrit stroken, ndërsa këtu pikat, nëse e klikoj, shikoni kjo bëhet lakore. Unë e caktoj sa më bëj lakore. Këtë rast kur është katror që e kam bërë sikur në fillim, nëse e bëj këto deri në qendër, prej katrorit transformohet, do të thonë bëhet rreth. Klikoj këtë e berrit. Don. Shikoni. Po, nëse du mu afektu vetëm njëna, jo keq, njëni kanë, e klikoj, tani e klikoj një në pikë, tani e moj shtyp, do thonë shikoj. Moj vetëm këtë. Nëse klikoj këtë, edhe me shift këtë, pastaj afektohen vetëm këto dyja. Me kthejna mbrapa se të lezë. Do të mundem 3, këtë, me shift këtë, edhe shikone. Do thonë kjo është transformimi i objekteve apo modifikimi i formave. Okej. Po kemi raste që dëshirojmë mënyra automatike për shembull me vendos me pas që për shembull 80 më vo kjo rrotullimi 80 piksela, kjo lakorja. Nësa qëtu i kemi disa opcione që mund me bu në kësi forme apo në kësi forme. Po e zakonshme është kjo. Po prap mund me lëviz edhe kështu sipas dëshirës. Apo prap me kthy qysh ke katror. Okej. Mënyra tjetër për me modifiku një formë është këtë, klikomi këtë, Direct Selection Tool, e selektomi qëtë pikë që përdomi me modifiku, edhe shikone ngremi. Mu me selektu këtë, apo kështu. Në të mu me bo modifikime ndryshme, po këthena mbrapa që të lezë. Po opcioni tjetër është, klikomi të Pen Tool, këtu e kemi me shtu pika shtes, klikomi për shembull këtu për shtu një pik,
pastaj e marr këtë direct selection tool edhe mundem me thonë me lëviz pika. Muj me shtu edhe tjera me këtë plusin këtu. Shikoni. Këtu. Sa me këtë mundem me shku me i modifiku. Shikoni. Kër e klikoj këtë pikën, më shfaqet kjo shiriti këtu në alt. Muj me kliku këtë si lakore. Tani kjo bëhet e lakushme, shikoni. Muj me ngre. Kena me pas rastin këtë krijomi projekte konkrete, kena me pas rastin me bo përdorime to, po është në rëndësi ju vetëm me po çfarë mundësi na jep Adobe Illustrator. Shikoj edhe kjo është për momentin katror. Mundem të ashtu e kombinu që e mësu më herët, shikoni këtë pikën me bo lakore, ngrej këto. Apo këtë që me bo modifikime ndryshme. Okej, me fshi, delete, me kryo një katror. Po kemi raste që na duhet edhe me fshi në pik. Nëse klikomi këtë, e selektomi cilën pik po do me fshi. Nëse klikomi këtë, nuk preferohet me kliku me delete, se në fshimi me delete, shikoni i hub kufizimin këtë pjesën. Kështu që, po këthena CTRL-Z, po shkoj këtu, e zgjedhi këtë pikën me, do më thonë, me minus, edhe e zgjedhi cilën po do me fshi. Tap. Kjo e fshin vetëm çato. Këtë rast që u bo trekënç. Po këthena mbrapa CTRL-Z, shkoj këtu te move the selection tool, apo e kena shkurtesën me V, klikomi V, në mausi do më thonë direkt selektuar kjo vegla këtu. Okej, ku të frona këtu, shikone, ndërron kursori, edhe munda me rrotullu. Ndërsa, nëse e klikoj dhe shifti, shikone, rrotullohet 45 shkallë automatikisht. Ndërsa, mundem, nëse klikoj këtu e kom shfaq properties, nëse ju nuk e keni shfaq properties, mundem me të Windows properties shfaqet. Okej, këtu muj me volëvizë për shkall 15 shkallë. Enter, bëhet 15 shkallë. Shamull, 45 shkallë, shikone, në këtu e menagjej shkallën sa më rrotullu një form. Okej, pe klikoj për bëjë 0 shkallë prap. Opcioni tjetër është, nëse klikoj E-en, apo që ku shfaqet automatikisht kë Free Transform Tool, nëse klikoj këtë dytën, edhe shikone, unë e klikoj këto pikën nalt, automatikisht kjo klikohet edhe do më thë afektohet edhe pika tjetër. Shikone, njëtën gomë. Të njënën e lëviz, kjo e afekton këtë tjetër. Nërsa nëse klikoj këtë tjetërën këtu, edhe shtypi alët të, shiko, unë e ndryshoj këto, kjo kondin e kondërt. Kemi rast që e përdor me thonë edhe këto vegla janë shumë do më dashme.